Të shim në autostradën Prizren-Prishtinë, po e quar të lovi ishte në kufi, edhe gjatë rrugës ka një lëvizje të madhe të veturave nga Prizreni për Prishtinë, me tabelat Shqipërisë sidomos, edhe po edhe me tabelat e Kosovës, do të ketë një dytje të madhe të njerëzve atje në Prishtinë. Ndoshta gjithë nuk kanë mundësi që ta ndjekin në stadium, por përse edhe jashtë stadiumit do ketë një pjesëmarrje të madhe në përndeshjen e Kosovë-Turqia, po. Pritin një ardhim, edhe poshtë edhe shumë vetura edhe nga Kroacia, edhe nga Molizi, Ulqin, sidomos nga Kroacia, a thu kanë ardhë ekstra prej Kroacisë, respekt nëse kanë ardhë, Bat Pula, Makarska, Dubrovnik, Split, Pula, Pipula, po. 16:20, i na zgju herët për më shku në Shqipëri, në Elbasani na konë, veç për më orë ma herët, dikur në orat 9, veç jam konë në Elbasan edhe kam zhvillu takimin e parë punës, pastaj pota edhe një takim tjetër në Elbasan, edhe një tjetër në Tiranë, po i kam kry kështu njërë shpejt, njërë që mu këthy, edhe mirë që jam këthy herët, që ku erdha kofi ke një të lovije pa para, 40 minuta kam pritë, edhe thash ati policin, plako, hajtë barë letësojët procedura, ditë sa kulluna është bërë më ropa atje. Tha, s'kam shno me botë, duhet me respektu. Kene edhe ca policë Gjerman aty të këshu situatë, dhe ecë barë kikirika. Plako, të lovije pa para, e besoj se edhe në hymjet Prishtinë do jetë një kaosi pa parë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, jo vetëm për Kosovën, po për krejt shqiptarina. Shpresojmë kem fatën dhe t'ja dalim, plako. 31 mars 2026, kjo datë historike për Kosovën. American Dream, yes!